Punonjësi i policisë së forcave operacionale dhe antiterrorit Arbri Arapi është implikuar në krim më keq se Dedan Gjoni. Ky punonjës policie është identifikuar si një nga ndihmësit kryesor të grupeve kriminale që operojnë në trafikun e drogës. Ky informacion ka dalë në dritë pas një diskutimi të zhvilluar në kanalin Sky, ku grupet kriminale kanë bërë të ditur rolin e tij në mbështetje të aktiviteteve të paligjshme. Përmes një sër informacionesh, ai është përmendur si një ndër individët që siguron informacionin dhe mbështetje për trafikun e drogës, duke u bërë kështu pjesë e një rrjeti të gjerë kriminal. Ky zbulim ka shkaktuar shqetësim të madh në radhët e autoriteteve të rendit, pasi implikimi i një punonjësi policie thellon problemin e korrupsionit në institucionet e shtetit. Hetimet janë në vazhdim për të zbuluar detajet e reja mbi lidhjet e këtij punonjësi policie me grupet kriminale dhe për të siguruar marrjen e masave të nevojshme ligjore. Për momentin, autoritetet po punojnë për të identifikuar individët e tjerë të përfshirë dhe për të ndërprerë këtë aktivitet të jashtëligjshëm. Ky rast ngre shqetësime mbi integritetin e forcave të rendit dhe ka theksuar nevojën për masa më të rrepta për të luftuar korrupsionin në institucione. Një punonjës policie është identifikuar si ndihmës i një grupi kriminal që operon në trafikun e drogës, duke u bërë pjesë e një rrjeti të gjerë kriminal. Ky informacion ka dalë në dritë pas një diskutimi që ka ndodhur në kanalin Sky, ku anëtarët e grupeve kriminale kanë zbuluar rolin e një mbështetjeje të aktiviteteve të paligjshme. Sipas informacioneve të siguruara, ky punonjës policie është përmendur si një nga individët kryesor që siguron informacionin në mbështetje të drejtë për drejtë për operacionet e trafikut të drogës, duke ndihmuar kështu mbulimin e aktiviteteve të paligjshme. Ky zbulim ka tronditur autoritetet e rendit, pasi përfshirja e një punonjësi të policisë thellon shqetësimet për korrupsion dhe papërshtatshmërinë brenda institucioneve shtetërore. Hetimet kanë nisur menjëherë për të zbuluar më shumë detaje mbi lidhjet e këtij punonjësi policie me grupet kriminale dhe për të marrë masat ligjore të nevojshme. Në vijim do të publikojmë edhe informacione për mënyrën se si është katapultuar në mënyrë korruptive nga krimi. Do publikohen pasuritë e tij, lidhja e vëllait të tij me trafikun ndërkombëtar të drogës dhe mënyra e marrjes së gradës komisar në shkelje të ligjit.